pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës së rallës. Një nga recetat më të kërkuara nga ju dhe më e pëlqyera nga të gjithë ne është receta e gullashit dhe sot po e sjell për ju pikërisht këtë recetë pasi e kërkuat aq shumë. Në total, unë këtu po përgatis 1 kg mish dhe po e bëj të përshtatshme këtë menu iftari të kom prefersisht për 6 persona, por ju mund ta përgatitni për sa persona që keni dëshirë, duke i shtuar gjitha përbërësit që unë po i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj recete. Tani vazhdojmë që mishin ta prejmë dhe ta bëjmë të përshtatshëm për recetën e gullashit. Zakonisht për gullash e prejmë në copëza më të vogla. Do ta bëjmë kështu në katrore të vogla. Tani që e kemi prerë gjithë mishin, vazhdojmë me përgatitjen. Tani në një tigan pak më të thellë do të shtoj gjalp. Unë zakonisht në gatimet e mia preferoj të ta përdor gjalpin për shije më të mirë, por gjithmonë mund të përdorni gjithçka sipas shijeve të juaja, margarinë ose vaj. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet tërësisht. Në tek gjalpi i shkrir do të shtojmë 2 qepë më të mëdha, të cilat i kam ruar imet në blender. Vazhdojmë i skuqim një herë vetëm qepët për 2-3 minuta derisa të na zbuten pak. Tani që qepa është fërguar dhe është zbutur pak, vazhdojmë e shtojmë edhe mishin. Vazhdojmë tani përsëri në zjarr mesatar, i skuqim edhe disa minuta tjera derisa edhe mishi të fillon të merr një ngjyrë më të bukur. Tani që mishi është fërguar dhe po merr ngjyrë, vazhdojmë që brenda të shtojmë një lugë gjelle me miell. Vazhdojmë e skuqim vetëm edhe për 2-3 minuta tjera tani që mielli të futet brenda tek mishi. Si e fërgojmë edhe për 2-3 minuta tjera, tani vazhdojmë që brenda të shtojmë 2 lugë të mesme me piper të kuq. Mua më pëlqen që të shtoj pak më tepër piper të kuq, që t'i jap një ngjyrë më të bukur gullashit. Tani shtojmë një lugë të mesme me kryp. Dhe gjithmonë pëlqen që të shtoj hudër, por hudrën e shtoj në pluhur. Dhe pak piper të zi. Tani e shtojmë ujin dhe mbulojmë mirë mishin me ujë. Në total unë do të shtoj 1,5 litër me ujë. Tani përzijmë mirë një herë. Dhe tani, kështu gjysëm të mbuluar, vazhdojmë në zjerje. Do ta zjejmë në zjarr mesatar diku përafërsisht 1 orë. Për ta shërbyer këtë menu iftari, unë do të përgatis edhe pire. Zakonisht e bëj të përshtatshme këtë recetë njëjtë për 6 persona. Në total këtu kam shtuar 1 kg patate, cilat i kam pastruar mirë dhe i kam larë me ujë disa herë derisa uji ka dalë i pastërt. Vazhdojmë i zijim në zjarr mesatar, diku përafërsisht 20 deri në 25 minuta. Tani që patatet janë zier, e kam kulluar ujin e tepërt dhe vazhdojmë që t'i bluajmë. Unë po përdor një prishse të tillë për patate. Patatet e nxehta, unë do të shtoj një lugë gjelle me gjalp, një të kuqe të vezës, shumë pak qumësht. Përzijem mirë tani, që nga nxehtësia e patateve, gjalpi të shkrihet, e kuqja e vezës zihet pak. Nëse ju duket juve që ju është bërë shumë e trash, derisht mund shtoni edhe pak qumësht, por mua më pëlqen kur pirin e kam pak më të trash. Mund të shtojmë edhe pak kryp. Krypën mund të shtoni sipas shijeve. Përzijem edhe një herë dhe pirën e patateve e kemi gati. Presim tani që të na zihet edhe gullashi dhe t'i shërbejmë. Dhe të dashur miq, pas 1 ore në zjerje, gullashi është gati. Thjesht do të presim diku 5 minuta të ftofet pak dhe do ta shërbejmë në pjata. Fillimisht në pjatë shtojmë pire. Dhe të dashur miq, gullashi dhe patatet i kemi gati. Nuk kam mbetur më asgjë tjetër, veç se të presim iftarin
dhe ta shijojmë këtë pjatë të mrekullueshme. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta gatuani në këtë mënyrë ashtu siç e paraqita dhe do ta shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.